بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillahi ala ni'metil Islam, Allahun e falenderojmë që na dhuroi Islamin, e Allahun xhel xhelal falenderojmë i cili na ka dhënë mbas Islamit mirësi dhe begati të cilat la tu'addu wa la tuhsa. As nuk i numërojmë dot, as nuk i regjistrojmë dot, sepse janë aq shumë të mirat e Zotit sa që s'mund të numërohen, as nuk mund të regjistrohen, po ne mjaftohemi me fjalën tonë elhamdulillah. Falënderimet, lavdët të takojnë ty, o Allah, o Zoti ynë. E ndër këto mirësitë të Zotit janë dhe pikërisht këto stacione që Zoti neve na ka lënë gjatë vitit që ne të rikuperojmë gabimet tona, përmirësojmë vetet tona, të shtojmë sevapet, të rrisim imanin dhe të vazhdojmë inshallah taala nëpërmjet këtyre stacioneve të vazhdojmë rrugtimin ton deri sa të na ka shkruajt i madhi Zot për të jetuar në jetën e kësaj bote. E këto ligjërata që mbahen mbas Ramazanit nuk janë gjë tjetër vetëm se momente frymëzimi, reflektimi, dhikri, përmendje, e me to shpresojmë për të madhit Zot që të përfitojmë e të përgatitemi edhe më shumë për t'i dhënë hakun agjërimit të Ramazanit. Ne normalisht kemi ftuar hoxhallar të nderuar dhe do të ketë prapë hoxhallar të tjerë të nderuar dhe të respektuar, por se mysafiri i sonтëm ka diçka më të veçantë ndër të tjerët. E para se kam pas shok shkolle, pra kemi mësuar bashkë, edhe kam pas kënaqësinë të jemi shok, megjithëse kam gjetë, ka qenë çik më i madh se unë, brez më i madh se unë. Kemi mësuar bashkë atje, kemi qenë dhe komshi me shtëpia, po edhe këtu elhamdulillah me Lalën, me babën e Hoxh Besnikut, me ftiut Kavajës, kemi qenë komshi dhe me vllajën e tij për një kohë të gjatë. Masne mos harrojmë që elhamdulillah shëqyr Zotit prap i madhi Zot na ka lënë bashkë për sa i përket punës së davetit, për sa i përket punës për fenë e Zotit. Lutem Allahun që të na përdori për mirë e mos na ndrojë. E kështu që elhamdulillah ka dhe një gjë tjetër interesante që nuk e ka asnjë mysafir. Ajo është fakti që është muftiu i Kavajës dhe ne jemi rruga e Kavajës, kështu që ka ca detyrime ndaj nesh hoxha. Prandaj edhe kur ja kam bërë ftesën nuk është se boni shumë rezistencë, se e di që ndaj rrugës Kavajës, Kavaja ka obligimet e veta dhe detyrimet e veta me ftinia e Kavajës. Për Zotin ndjehem shumë mirë, ndjehem shumë i kënaqur që muftiu i nderuar Hoxha Besnik Leçini ju përgjigj ftesës son, na nderoi me ardhen e tij sonte këtu dhe lut Allahun me Zotin e gjithësisë t'ia shpërblej atij me të mira dhe lut Allahun Zotin e gjithësisë që Zoti më t'ia kombesoj këtë kohë me të mira, me hajër, me bereqet, me marsi në veten e tij, në familjen e tij, e për këtë do që ai e ka fort në shpirt dhe në zemër, këtu jam edhe unë sepse e di që më do fort. Zoti e shpërbleft. Mirë vëllezër, atëherë pa humbur kohë lejm fjalën Hoxhës së nderuar, Hoxh Besnikut në ftiut Kavajës, dhe lut Zotin më që të përfitojmë të gjithë. Allah të shpërbleft Hoxh. Zoti na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit dhe mëshirëplotit, falënderimet janë vetëm për të, paqja, bekimi dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin ton profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe cilin don nga besimtarët që ndjek deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra në Islam, selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.
E falenderojmë Allahun xhelle sha'nuhu për mirësitë e panumërta që na ka dhënë, e padyshim se mirësia më e madhe është mirësia e udhëzimit. E falenderojmë Zotin xhelle sha'nuhu që na ka tubu sot këtu në xhami, shtëpi prej shtëpive të Zotit xhelle sha'nuhu, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të mos ngrihemi nga ky tubim vetëm se me mëkate të falura. Dhe më pas do t'ju falenderoja të gjithëve përzemërsisht me nënkrye imamin e nderuar vëlla Ahmedin për ftesën dhe për këto organizime të bukura që bën këtu në këtë xhami në prag të muajit begat Ramazanit. Dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të jenë dobishme për secilin nga ne, Nuk e heq asnjë presje atyre që tha hoxha, vetëm do të lusja të madhin Zot që siç na ka bashku këtu në dynjë, bashkërisht me ju të na bashkojnë në xhenetet e larta, ya rabbel alamin. Elhamdulillah, unë një pjesë ligjëratash falë dhe rrjeteve sociale i kam ndjek, sikurse edhe hoxhën e ndjek shpesh. Nuk do të flasim, do të bëjmë ndonjë filozofi, por thjesht duke qenë se jemi në prag të muajit të Ramazanit, do të doja të ndalesha në rëndësinë që ka në jetën e besimtarit të shfrytëzimi i atyre mundësive që i jepen. Kur flasim për mundësitë, kemi parasysh momente të veçanta në jetën e njeriut, populli i thotë edhe shanse, të cilat të përsëriten rrallë ose mund të përsëriten një herë dhe nuk rikthehen më herë të dytë. Allahu xhelle sha'nuhu në librin e tij na nxit që t'i shfrytëzojmë këto mundësi duke bërë vepra të mira që janë dobishme për dynjan dhe ahiretin tonë. Thot i madhi Zot në Kur'an, fastabiqul khairat, nxitoni në punë të hajrit, në vepra të mira. Dhe thot gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Nxitoni në faljen e mëkateve prej Zotit tuaj. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dhe për të fituar xhenetin, gjerësia e të cilit është sa gjerësia ndërmjet qiellit dhe tokës, i përgatitur për të devotshmit. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam gjithashtu na nxit dhe na inkurajon që mundësitë që na jepen t'i shfrytëzojmë në vepra të mira. Thot alayhi salatu wasalam, i gëtenim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzoje jetën para se me vdek, rinin para se të plakesh, kohën e lirë para se të jesh i zënë, shëndetin para se të sëmuresh dhe pasurinë para se të sprovohesh me varfëri. Pra shohim se i dërguari alayhi salatu wasallam thot, shfrytëzoje jetën para se me vdek. Pse? Kur njeriu ndron jetë, i ndërpritën veprat, i lën mes ëndrat dhe dëshirat, planet që ka pas, dhe nuk është para ti vetëm se pendimi. Nëse ka qenë që ka pas bën vepra të mira, pendohet pse nuk i ka mështu. E nëse ka qenë që ka bën vepra të këqija, pendohet si unë nuk reflektova, si unë i veprova këto vepra, si unë nuk u pendova. Pra, duhet i besimtarit ti shfrytëzoj mundësitë që jep i madhi Zot. Dhe çdo ditë që ne jetojmë në këtë botë kalimtare, është një mundësi e mirë për secilin nga ne që t'i shtojë punët e mira, dhe nëse është prej tyre që ka mangësi, të reflektojë, të pendohet. Ata të cilët u edukuan në shkollën e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam dhe janë modeli dhe janë shembulli më i mirë për ne me nënkrye të dërguarin alayhi salatu wasalam, i shfrytëzonin në maksimum mundësitë që i jepesh. Është përcjell në librat e saktë hadithit. Në betejën e Bedrit, betejë e cila ka ndodhur çfarë viti? Në vitin e dytë është betejë e parë që muslimanët kanë bërë me Kurejshët e Mekës. Në muajin e Ramazanit, në vitin e dytë. Në këtë betejë, profeti alayhis salam ndër të tjera po i këshillon shokët e tij që të jenë të kujdesshëm. Në momentin që do t'u thotë se
erdhi momenti me undesh, me luftu me palën kundërshtare, atëherë thotë fillojmë. Dhe kur vjen momenti, po i thot profeti alayhi salatu wasalam shokëve të tij, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Çohuni për të fituar xhenetin, gjërësia e cilit është sa gjërësia ndërmjet qiellit dhe tokës. Njëri nga sahabët e profetit alayhi salatu wasalam, që ishte i pranishëm, e kishte emrin Umeir ibn Humam el-Ansari radiallahu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me të. Thot, o i dërguari i Allahut, vërtet xheneti ka për masa të tilla që gjërësia të jetë sa gjërësia ndërmjet qiellit dhe tokës. I tha pejgamberi alayhis salam, po. Tha shprehjen e tij beh, si më thon ua, pra i habitur dhe i çuditur. I tha i dërguari alayhis salam, ç'të shtyu ta thush këtë fjalë? Tha kur gjë tjetër vetëm se dëshira dhe shpresa që t'jem njëri prej banorëve të xhenetit. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ti je prej tyre. Dhe kishte me vete një trast ku mbartet sa hurma, nxjerr një grush me hurma dhe thot, nëse Zoti xhelleshanu më jep jetë, sa ti mbaroj këto hurma, do ta konsideroj jetë gjatësi, pra të gjatë shumë. Han disa, i lëshon të tjerat dhe futet në betejë e po ndron jetë si dëshmor në Bedër. Pra shikoni, ju dha mundësia sa po njihet me mirësinë e xhenetit. Ju dha mundësia dhe shpresojmë që të jetë prej xhenet lidh. Pra duke rënë dëshmor në këtë betejë. Po Enes ibn Maliku radiallahu anhu transmeton gjithashtu edhe ky në librin e saktë të haditheve, thot xhaxhai im Enes ibn Nadr nuk pati mundësi thot me ardhë në Bedër, me luftu në Bedër. Mirë po, nëse ne do të shohim jetën e sahabëve të pejgamberit alayhis salam dhe çfarë na është transmetuar nga profeti alayhis salam për pozitën e tyre, për shpërblimet e mëdha të tyre, do t'ja kishte lakmin çdo musliman që atë kisha qenë dhe unë në Bedër. Mjafton fjala e profetit alayhis salam kur thot Allahu xhelle sha'nuhu i hodhi një vështrim atyre që morën pjesë në Bedër dhe tha u kanë fal gjunahat. Pra luftëtarëve të Bedrit Zoti xhelle sha'nuhu ka fal mëkat. Dhe do ta kishte lakmin çdo kush që të kishte qenë prej tyre që ka marrë pjesë në Bedër. Dhe thot Enesi, e kam gjuajtur xhaxhin thot, që ishte Enesi tjetër, pra Enes ibn Nadr, duke thonë, nëse Zoti xhelle sha'nuhu do na japi një mundësi të dytë, që të ndeshemi përsëri me mohuesit, do të shoh Allahu xhelle sha'nuhu trimërinë time dhe çfarë kam i punu atyre në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ja vjen Uhudi, beteja e Uhudit, e cila ka ndodhur në muajin Shawal të vitit të tretë të emigrimit. Në lidhje me betejën e Uhudit, dihet se profeti alayhis salam cakton disa persona tek kodra që njihet se kodra e shigjetarëve dhe u thot mos e braktisni këtë vend. Më pas fillon beteja, fitoria ishte në kahun e muslimanëve, derisa Khalid ibn al-Walidi në këtë kohë ishte komandanti i kalorësisë së idhujtarëve të Mekës, akoma nuk ishte futur në betejë, por hulumtonte fush betejën. Dhe pa se ata cilët ishin këtu te kodra e braktisën me qëllim që të përfitonin nga plaçka e luftës. I thot komandanti Abdullah ibn Xhubeiri, thot mos e veproni një gjë të tillë, nga se profeti alayhis salam na tha që sido që të shkoj beteja, mos lëvizni nga vendi. Mirë po, lëvizën nga vendi. Dhe kjo bë shkak që rrjedha e betejës të marrë drejtim tjetër. Fitoria të kaloj në kahun e kundërshtarëve, idhujtarëve të Mekës. Pikërisht, kur muslimanët u vendosën ndërmjet dy zjarreve, sepse Khalid ibn al-Walidi e shfryzoi këtë moment ku u largun shigjetarët që ishin të kodra e shigjetarëve, kalon pas kodrës dhe vendosën muslimanët ndërmjet dy zjarreve. Dhe këtu
u çorientuan dhe u larguan. Veçanërisht kur u hap fjala se ka ndruar jetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Duke u largu, Enes ibn Nadr thot ku po shkoni? Po i thonë se është vra profeti alayhi salam, thot është vra profeti alayhi salam, ç'kuptim ka jeta për ne? Dhe drejtohet nga pala kundërshtare. Po i thot Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhu, ku po shkon o Enes? Po ja tregon se me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra ai kujtonte mundsinë, premtimin që kishte dhënë të Madhit Zot. Nëse Allahu na e mundson që ndeshim edhe një herë tjetër, do t'i tregoj të Madhit Zot. Pra aftësitë e mia për me luftun në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Dhe drejtohet për tek pala kundërshtare edhe ndron jetë. Vritet, jo vetëm kaq, por ja gjymtojnë trupin dhe thot Enesi radhiyallahu anhu, kur kemi kërku për të vrarët, nuk e njihnim, nuk e kemi njoh aq shumë. E kishin coptu trupin e tij. Ishte motra e vet thot që e njohu nga gishtërit, nga shenjat e gishtërive. Kishte thot rreth 80 plag në trupin e tij, disa me shigjeta, disa nga shpata. Dhe thot Enesi radhiyallahu anhu, mendoj thot, unë dhe shumë prej nesh mendonim se fjala e të Madhit Zot xhelle sha'nu në Kur'an, minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi ilej, fa minhum man amana wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ky verset kuranor ka zbrit thot për xhaxhain tim dhe të tjerët thot si ai, si shembulli i tij. Thot i Madhi Zot, ka prej besimtarve burra që i kanë qëndru besnik, beslidhjes me Zotin xhelle shanu. Disa prej tyre kanë vdek, siç ishte Enes ibn Nadr, Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe disa të tjerë janë në pritje, duke mos ndryshu kur gjë prej premtimit beslidhjes që kanë bë me Allahun subhanahu wa taala, e Allahu xhelle xhelalu na bë prej tyre ya rabbel alamin. Pra shikoni, erdhi mundësia, me një herë shfrytëzoi. E ju që gjithë e keni ndjuar një thënie të cilën e ka përmend nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Buhari në librin e sakt, nëse gaboj të haditheve, kur ka thënë profeti alayhi salatu wasalam se prej këtij ummeti 70.000 veta do të futen në xhenet duke mos dhënë llogari. Duke mos dhënë llogari. Dhe pyetën sahabët, kush janë këto? O i dërguari i Allahut. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, humul ladhina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Janë ata të cilët nuk kërkojnë nga të tjerët që të bëjnë lutje atyre. Nuk pranojnë të kurohen me djegje. Metodë kurimi e përdorur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, jo e preferuar. Dhe nuk besojnë bestytni dhe i mbështeten shumë Allahut xhelle xhelaluhu. Në ato momente, njëri prej sahabeve e kishte emrin Ukashe ibn Mihsan, Allahu qoftë i kënaqur me të. Thot, ja Rasulullah, ud'u Allah an akuna minhum. Lutë Allahun xhelle xhelaluhu që unë të jemi njëri prej tyre. Tha profeti alayhis salam, ente minhum, ti je prej tyre. Subhanallahu, shiko. E shfrytëzoi një mundësi dhe nxitojnë punë të hajrit. Duke i thonë profetit, dhe duaja për pejgamberit alayhis salam ka pozitë veçantë. Profeti alayhis salam thot, ti je njëri prej tyre. Momenti vetëm e shfrytëzoi. Ç'ndodhi me tjetrin? Thot, o i dërguari i Allahut, lutë Zotin xhelle xhelalu edhe për mua. Edhe për mua. Tha pejgamberi alayhis salam një fjalë duke kundërshtu, duke mos ja plotsu dëshirën e tij, por edhe duke mos ja thyr zemrën me butësi. Tha, sebaqaka biha Ukashe. Ta kaloj Ukasheja në këtë kërkesë tëndën. Në këtë kërkesë tëndën. Kanë thonë dietarët, Allahu alem pse profeti alayhis salam i dha këtë përgjigje, ndoshta mund të ketë qenë prej atyre se profeti alayhis salam ka qenë i informuar edhe kush kanë qenë dy fytyrshat. Dikush tjetër ka thonë prej dietarëve, profeti alayhis salam ja dha këtë përgjigje sepse nuk deshi të hapi derën. Edhe për të tjerë, pra që të fillon të pra edhe për mua, pra dhe e mbylli këtu. Allahu e di më së miri. Ne na intereson rasti, shfrytëzimi i momentit, shfrytëzimi i mundësisë. E shfrytëzoi këtë mundësi dhe elhamdulillah fitoi këtë çdo kush me fjalë sot
kur përmend të përgëzuarit me xhenet, njëri prej tyre thotë është dhe Ukashi ibn Mihsen. Pse profeti alayhi salatu wasalam e ka etiketu si të tillë? O shembulli gjithashtu njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ka qenë prej tyre që nga aspekti ekonomik ka qenë dobët. Banonte në atë vend që banonin banorët e Sufes. Sufes kanë qenë në fukarejt. Qoftë Medine, qoftë nga jashtë Medineja që kishin ardhur në Medine, ishin vë musliman dhe qëndronin një qoshe të xhamis, nga fundi i xhamis. Profetit alayhi salatu wasallam në atë kohë. Dhe i shërbente të dërguarit alayhi salam duke i afruar ujin për abdes, gjërat që i nevojiteshin. E në një rast i dërguari paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, po i thot: o Rabi, kërko diçka që të realizohet. Pra, profeti alayhi salam ka qenë modeli dhe shembulli më i mirë. Kur dikush i bënte një nder, donte t'ja kthente edhe në mënyrën më të mirë. Sallallahu alaihi wasallam. E kështu duhet me qenë besimtari. Do të jetë mirënjohës. Rabia po mendohet çka më i kërku. Profeti alayhi salam po i thot kërko që të ta realizoj, ta jap. Po mendohet gjëre gjatë dhe po shkon tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe po i thot: Ja Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil janna. Unë du t'jem bashkë me ty në xhenet. Unë du t'jem bashkë me ty në xhenet. Subhanallah, ishte fukara. Kishte mundësi të kërkonte një stre kur të fuste kokën bashkë me familjen. Kishte mundësi të kërkonte tesha për me uvesh, e ushqime për vete e për familjen. Por ja, tha, du t'jem bashkë me ty në xhenet. Ishte dhënë mundësia e shfrytëzojnë mënyrën më të mirë. I thot profeti alayhi salam, ndoshta diçka tjetër për kërkon. Tha jo, këtë. Atëherë tha profeti alayhi salatu wasalam, inni ala nafsika min kathrati sujud. Më ndihmo mu në këtë çështjen tate duke fal namaz sa më tepër. Duke fal namaz sa më tepër. Pra shikoni se si sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam i shfrytëzonin ato mundësi që u jepeshin në jetë për të vepruar diçka, pra për të marrë maksimumin prej tyre. Për të marrë maksimumin prej tyre. Secili nga këta 4 sahabe, shembull që përmendëm, që kanë ardhur në argumente të sakta, pa objektivin më të lartë, fitimin e xhenetit tek Zoti xhelle xhelalu. Dhe kjo është synimi besimtarit në këtë botë. Që Zoti xhelle xhelaluhu t'ia mundsoj të fitojë xhenetin në botën tjetër dhe të shpëtojë prej zjarrit të xhehenemit. Si mund të shpëtojmë prej zjarrit të xhehenemit duke i shfrytzuar mundësitë? Wallahi janë të shumta. A nuk na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam një hadith sakt se një gru nga Beni Israilit ishte prej tyre që bënte punë të pista. E një ditë prej ditësh po duke kalu, po ndeshet me një qen që vinte rreth e rrotull grykës pusit, i etur thuajse gati duke ngordh nga etja. Kjo gru, thot profeti alayhi salatu wasalam, e heq pucën e saj, e mbush me ujë dhe po i jep ujë qenit. Fa gufira laha. E Allahu xhelle xhelaluhu ja fali gjunohet asaj, pikërisht nga ky gjest, Kështu na ka thonë pejgamberi alayhis salam. E ne dim se gjunohet të mëdha kush i fal? Kush i fal mëkatet e mëdha? Pendimi i sinqert. Në rastin konkret, profeti alayhis salam po na tregon se mundet disa punë të vogla e të sinqerta për Zotin xhelle xhelaluhu mund të bëhen shkak për faljen e gjunoheve të mëdha. Pra mundësia që t'jepet në jetë shfrytëzoje. Thon disa nga të parët tanë të mirë, idha futiha leke abwabul khair fasra ila dukhuli fiha. Fineke la tadri meta tughlaq. Nëse Zoti xhelle xhelaluhu ja hap dyert e mirësisë ndokujt nga ju, le të nxitohet futet në to, nga se nuk e din kur do t'i mbyllën ato dy. Nuk e din kur do t'i mbyllën ato dy. Profeti alayhi salatu wasalam ne na nxit
ta shfrytëzojmë këtë jetë në maksimum, në punë të mira. Edhe nëse je në momentet e fundit duke vdek, edhe nëse është duke u bë kiameti, thot profeti alayhis salam, idha uqimet as-sa'a, nëse është duke u bërë kiameti, o bi yadi ahadikum fasila, dhe në dorën do kujt është ndonjë filiz peme, nëse ka mundësi me mbjell para se me u bë kiameti, le ta mbjell atë. Pra ta shfrytëzoj këtë mundësi. Dikush mund të thotë, çfarë dobi e ka? U bë kiameti, nuk do të zhduket gjithçka, do të bëhet pluhur. Pra njerëzit nuk kanë mundësi me përfituar nga kjo pemë që po mbyllet. Baktit, shpendët nuk kanë mundësi me përfituar nga kjo pemë. Gjithçka do të zhduket. O yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe i përjetshëm do të jetë vetëm Allahu xhelle xhelaluhu, i madhërisëm dhe bujar. Pra ç'kuptim ka? Ajo çka ne mësojmë nga ky hadith është, ne jemi urdhëruar të shfrytëzojmë mundësitë që na jepen në vepra të mira, të mbillë këtë pemë. Kështu na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga mundësitë që besimtarit po i jepet me ardhin e muajit të madhrueshëm të Ramazanit, mund të përmendim disa. Por para se të përmendim, ne duhet të kujtojmë thënien e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thoshte, kur vjen nata e parë e Ramazanit, lidhen shejtanët dhe ato agresorët, hapen dyert e xhenetit dhe asnjë derë nuk qëndron e mbyllur. Mbyllen dyert e zjarrit xhehenemit dhe asnjë derë nuk qëndron e hapur. Fa yunadi munadin, dhe thret një thirrës, ja bagi el khairi aqbil, o ti që do të bësh punë të mira, afrohu. Ja bagi e sharri aqsir, o ti që do të bësh të këqija, distancohu, largohu. Walillahi utaqa'u minan nar, dhe Allahu xhelle xhelaluhu liron nga zjarri i xhehenemit, u dhalike fi kulli lejletin min lejali e Ramadan. E kjo në çdo natë prej netëve të Ramazanit. Shikoni çfarë mirësie. Lidhen shejtanët, hapën dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit. Allahu xhelle shan liron nga zjarri i xhehenemit. Liron njerëz që e kanë bërë realitet, ndeshkohen në zjarr. I liron çdo natë prej netëve të Ramazanit. E ishte profeti alayhi salatu wasallam më bujari i njerëzve. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas, më bujari, më gjymerti i njerëzve. Wa ajwad ma yakun fi shahri Ramadan, dhe bujarin më së tepërmi e manifestonte në muajin e Ramazanit. Hine yelqahu Jibril, kur e takonte meleku Jibril, fa yudarisahu al-Quran, dhe lexonin bashkërisht Kur'anin. Dhe ishte pejgamberi alayhi salatu wasallam i përkushtuar në vepra të mira, sikurse era e cila sjell mirësi. E i madhi Zot ne na thot në Kur'an, lekad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Ju e keni shembullin më të mirë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Për cilin do që i ka besu Allahu xhelle shanuhu ditës së fundit dhe e përmend shumë Zotin xhelle xhelalu. Ndaj themi ja bagi el khairi aqbil, o ti që don, o ti që je kërkuesi të mirave, afrohu ke punët e mira, shfrytëzoj këto mundësit që të vinë me ardhjen e muajit begat Ramazanit. E mundësia më e madhe që nuk do ta neglizhoj çdo musliman që e ka obligim, është mundësia e agjërimit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me besim sinqert, duke kërkuar shpërblimin nga i madhi Zot, Allahu xhelle xhelaluhu ja fal mëkatet që ka vepruar më parë. Pra shikoni çfarë shpërblimi është për agjërimin. Ama jo çdo kush e meriton këtë shpërblim. E meriton këtë shpërblim me dy kushte. Kushti i parë me besim sinqert vetëm tek Allahu xhelle xhelalu, me besim sinqert në shpërblimin e agjërimit, siç na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushti i dytë, të jetë qëllimi fitimi i kënaqësisë dhe shpërblimit prej Allahu xhelle xhelalu.
Agjërimi është nga veprimet më të mira me të cilat besimtari afrohet tek Zoti xhelleshanu. Thotë Ebu Umameja, Allahu qoftë i kënaqur me të, i thash o i dërguari i Allahut, më thuaj mu për një punë që nëse do ta veproj duke qenë musliman, do të më sjell dobi, do të jetë dobishme për mu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alejke bisawm. Përmbahju agjërimit, nga se nuk ka adhurim të ngjashëm me agjërimin. Dhe ka thënë alaihi salatu wasalam, agjërimi dhe leximi i Kur'anit do të ndërmjetësojnë për robin ditën e Kiametit. Dhe ka thënë Allahu xhelleshon një hadith kutsi, çdo vepër që e bën njeriu është për të, përpas agjërimit, të cilin e bën për mua dhe unë e shpërblej. Ndonse ne çdo vepër e bëjmë për Zotin xhelleshanu. Allahu zgjodhi agjërimit, thotë, e bën për mua, sepse agjërimi është diçka e fshehtë. Allahu xhelleshanu është i vetmi që e din, a je agjërueshëm a nuk je agjërueshëm. Nëpërmjet agjërimit, besimtarit i mundësohet shpërblimi që Zoti xhelleshanu ka përgatit për durimtarët. Sepse agjërimi kërkon sabër, kërkon durim. Innema yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab. Me të vërtetë durimtarëve u jepet shpërblim pa mas. U jepet shpërblim pa mas. Dhe agjëruesit do të futen në xhenet, thot pejgamberi nga dera e Rayyan. Xheneti, thot alayhi salatu wasallam, ka 8 dyert. Në të ndodhet një derë e Rayyan, do të futet agjëruesi dhe kërkush tjetër përpas tyre. Jo vetëm kaq, por do të kenë një specifik të veçantë në xhenet, duke qëndruar në disa dhoma që janë të bukura, të i dukshme. Tha profeti alayhis salam, në xhenet ka dhoma të bukura, të i dukshme. I thanë, për kë janë ato i dërguari i Allahut? Tha pejgamberi alayhis salam, ato dhoma Zoti xhelle xhelalu i ka përgatit për persona të cilët flasin fjalë të mira. Limen tibel kelam, o at'am ta'am, dhe për ato të cilët u japin ushqim fukareve që nuk kanë, dhe agjërojnë shumë, dhe falen gjatë natës kur tjerët janë duke flet. Pra shikoni, për kë Zoti xhelle xhelalu i ka përgatit të dhomë. Ndaj, lusim Allahun xhelleshon që të na i mundësoj të arrijmë muajin e Ramazanit dhe ta shfrytëzojmë këtë mundësi të madhe që është mundësia e agjërimit. Ku mundësohen faljet e mëkateve dhe gjithë ato shpërblime që ne cekëm. Por gjithashtu kemi edhe një mundësi tjetër, që po ka që rëndësishme sikurse është dhe agjërimi. Specifike në Ramazan është namazi i natës. A nuk thot profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, men qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet muajin e Ramazanit. Dhe dietarët u kanë thënë, kush fal namazin e teravive, ai namaz që falet natën pas namazit yatsis, apo në atë orar që cakton imami në xhamin përkatëse. Me besim tek Zoti xhelleshanu, duke kërkuar shpërblimin prej të Madhit Zot, Allahu xhelleshanu ja fal mëkatet që ka vepruar më përpara, Namazi i natës është nga adhurimet më të mira që mund të bëjë besimtari në Ramazan pas agjërimit gjatë ditës. Dhe është nga adhurimet që mund të bëjë gjatë gjithë vitit, përveçanërisht në Ramazan. Modeli më i mirë ka qenë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, që falej natën saqë i ëjtëshin këmbët. I thot Aisha radiallahu anha, o i dërguari i Zotit, pse mundon veten kaq shumë? E Allahu ti ka fal mëkatet që ke vepruar, e çka mund të bësh më pas? Tha, e fela akunu abdan shakura, a nuk më takon të jem rob falënderues ndaj të Madhit Zot xhelle xhelalu? Gjithashtu, nga mundësitë që besimtari nuk duhet i neglizhojë në muajin e Ramazanit, është leximi nga Kur'ani i madhrueshëm. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji që ka zbrit Kur'ani, udhëzim për njerëzit dhe qartësimi të vërtetës nga e kota. Kush lexon një shkronjë, thot pejgamberi nga Kur'ani, Allahu xhelleshon i jep 10 sevape. I jep 10 sevape. Shikoni çfarë mirësie. Ndaj duhet që krahas angazhimeve tjera, veçanërisht në Ramazan, të bëjmë një plan pune dhe mundësisht çdo ditë lexojmë nga një pjesë nga Kurani. Pra mbrëmje 24 orëve. Dhe vjen fundi i Ramazanit dhe ne ndasht Allahu xhelle xhelai kemi bërë hat me Kuranit. Dikush nga të parët tanë të mirë ka thonë, dikush nga dietarët aktual ka thonë, kur kam lexuar jetën e të parëve tanë të mirë, çuditesha
se si qëndronin aq gjatë duke lexuar Kur'an, aq gjatë duke bërë adhurim. Mirë po thot, kur shoh në kohët e sotit se sa gjatë njerëzit qëndrojnë në telefon, atëherë thot më zhduk kjo habi, kjo çudi që e kisha, kjo dilemë që kisha. Si mundet njeriu të qëndrojë aq gjatë me Kur'anin? Arritet kuptoj thot se kur njeriu e don diçka, ai shoqërohet mjaft me të. Ai shoqërohet mjaft me të. Ndaj le të rrim sa më tepër duke mësuar nga Kur'ani. Vëllezër, çdo ditë hone, nuk e di, a është program, por se lajmëron telefoni, thot javën që kaloi ke nejt kaq orë. Çdo ditë ke nejt kaq orë në telefon. Subhanallah. Dhe shef aty çuditesh, si ka mundësi çdo ditë 5 deri në 6 orë të robin telefon. Po inshallah je duke pa diçka të hajrit. Je duke pa diçka të hajrit. Imagjino nëse 5 deri në 6 orë ti i kalon duke lexuar nga libri i Zotit xhelleshanu. Çfarë mirësie kjo është? Thot njëri nga dietarët, njeriu thotë shoqërohet dhe kënaqet me shokët e shumtë që ka. Dije thot se do të vinë një moment që do të largohen gjithë prej teje. Kjo është ligji i Zotit xhelleshanu. Kjo është ligji i madhit Zot. Dhe i lumi ai që ka qenë shoqëruar me Kur'anin, sepse Kur'ani do të jetë shoqëruesi jot më i mirë, do të jetë dritë për ty, do të jetë ndërmjetës për ty kur dalesh para Zotit xhelleshanu. Uthman ibn Affani, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: "Law tuhirat qulubukum ma shubi'at min kalami rabbikum." Nëse zemrat të juja me të vërtetë do të ishin kthjellta, pastra, nuk do të ngopeshin me fjalën e Zotit xhelle xhelalu. Mundësi tjetër që nuk duhet ta neglizhoj besimtari gjatë muajit të Ramazanit është çështja e duas, çështja e lutjes. Ramazani është muaj i lutjeve. Është muaj ku Zoti xhelle xhelali përgjigjet lutjeve të robërve të tij. Dhe argument për të është fjala e madhit Zot në Kur'an kur thotë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Kur robërit e mi të pyesin ty për mua, thuaj unë jem pranë tyre, u përgjigjem lutjeve të tyre. Daj let më luten që unë t'i përgjigjem. Kan thonë dietarët, ky verset kuranor në suratul Bekare vjen ndërmjet dy ajeteve që flasin për agjërimin. Ajeti përpara flet për agjërimin dhe ajeti më pas që vijon flet për agjërimin. Edhe ky ajet flet për lutjen. Kjo është tregueson se Allahu xhelle xhelali përgjigjet lutjes së agjëruesit. E si jo, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Thalathatu da'awatin mustajabat." 3 lutje janë që Zoti xhelle xhelali përgjigjet atyre. Lutja e agjëruesit, lutja e mysafirit dhe lutja e personit që është bërë pa drejtësi. Mundësi tjetër që nuk duhet neglizhuar në muajin e Ramazanit është 10 netëshi i fundit. 10 netëshi i fundit ku ndërmjet tyre është nata e bekuar e Kadrit, për cilën ka thonë Zoti xhelle xhelaluhu në Kur'an: "Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr." Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Kanë thonë dietarët, adhurimi që bën besimtari në këtë natë, adhurimi që bën besimtari në këtë natë është i barazvleshëm me adhurimin e, pra ja kalon adhurimit të 1000 muajve. I bin rreth 80 vite. Ai i cili e adhuron Allahun xhelle xhelaluhu në këtë natë. E profeti alayhis salam ka thënë: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron natën e Kadrit me besim sinqert duke kërkuar shpërblimin nga i Madhi i Zot, Allahu xhelle shanuhu ja fal mëkatet që ka vepruar më përpara. Dhe thoshte Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve: "O i dërguari i Allahut, nëse unë ja qelloj se cila pra natës e Kadrit, ja qelloj që dhe mendoj se kjo është nata e Kadrit, çfarë më sugjeron me vepru, me punu?" Tha profeti alayhi salatu wasalam: "Kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna." Thuaj: "O Zoti im, vërtet ti je falës, e don faljen, ndaj na falni." Të lutemi për veten tonë, për familjet tona, për dashmit tonë, për besimtarët, kudo që ndodhe. Ato që janë mirësi, Allahu ja shtoft, ato që janë vështirësi, Allahu ja lehtësoft dhe ja zgjidh hallet dhe problemet atyre. Profeti alayhis salam, duke qenë se nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit, e shfrytëzonte këtë mundësi duke bërë adhurim më tepër në këto 10 net. A nuk thot Aisha radhiyallahu anha, ishte profeti alayhis salam, idha dakhala al-ashrul awakhir, kur futeshin 10 netët e fundit,
e zgjonte familjen e vet, bënte adhurim më tepër, o shadda mi'zarahu, dhe e shtrëngonte teshën e tij, pra impenjohej më së tepërmi në adhurim. Dhe thot radiallahu anha, profeti Alisa në 10 netët e fundit prekupohej më tepër se sa në netët e tjera në ibadet. Dhe si përfund, po në këtë linjë, nga mundësi që ka besimtari në Ramazan, në 10 netët e fundit, është itikafi, ky sunet i pejgamberit alayhis salam. Thot Allahu në Kur'an, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Mos ju afroni bashkëshortëve tuaja duke qenë në itikaf në xhami. Pra, është kur besimtari futet në xhami në netët e fundit me dëshirën që t'ja qellojë natës së Kadrit, bën dhikr, lexon Kur'an, fal namaz, pra bën ibadet. Është për traditës pejgamberit alayhis salam, siç thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, profeti alayhis salam në netët e fundit bënte itikaf dhe kur ndroi jetë bashkëshortët e pejgamberit alayhis salam e vazhduan këtë traditë profetit alayhis salam. Si synim pra t'ja qellonin natës bekuar të Kadrit. Vëllezër, mundësitë që na jepen me ardhin e muajit Ramazanit janë të shumta. I lumi një ai person i cili i shfrytëzon këto mundësi për me marrë një ato shpërblime që na ka premtuar i Madhi Zot, për me fitu kënaqësinë e Allahut xhelle shanuhu në këtë botë e xhenetin në botën tjetër. Dhe s'fundi kujtojmë thonin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot, nuk do të lëviz këmba njeriu në ditën e Kiametit derisa të pyetet për 4 gjëra. Ku i ka kalu jetën e tij, ku e kaloi rininë e tij, ku e fitoi dhe ku e harxhoi pasurinë e tij dhe çfarë punoi me diturinë e tij. Ne lutim Allahun xhelle shanuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera, që të na i falë mëkatet tona, të na i forcojë imanin në zemrat tona. E lutim të Madhin Zot na i mundsoj të arrijmë muajin begat Ramazanit, ta shfrytëzojmë në ibadet dhe në vepra të mira dhe të dalim nga ky muaj me mëkatet falura. Dhe së fundi i referuar thënies pejgamberit alayhis salatu wasalam kur thot, la yashkurillah men la yashkurin nas, nuk e falenderon Allahun xhelle shana i cili nuk falenderon njerëzit, do t'ju falenderojë përzemërsisht që qëndrut sonte këtu në shtëpitë të Zotit xhelle shanu në xhami në këtë bisedë fetare, dhe lutim Allahun xhelle shanu që të ngrihemi ashtu siç ka lajmëruar pejgamberi sa për tubime të tilla, vetëm që të gjithë me mëkate të falura. Njëkohësisht e falenderoj Hoxhën, Zoti e rujt, i dhont kuvet forcë në këtë mision që është përhapja e fesë Zotit xhelle shanu, thritja njerëzve në rrugën e Zotit. Allahu i dhon suksese dhe siç jemi në xhami sot na bashkon në xhenetet e larta. Të mira ju dhon Zoti në familjet tuaja, këtu në vendin tonë dhe kudo që janë besimtarët. Allahu dhon mirësi, Zoti është përblef. Selamu aleikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. O Habib, Allahu të rujtë. Allahu të rujtë. Kemi një ashtu të dhurat. Në thoja, por që në erdhë me dur. O mishti, Allahu shpërblet. Jemi nderuar që je mështiu i qytetit që ka emrin e rrugës tonë. Elhamdulillah, Zoti shpërblet, me të vërtet na kënaqë zemrën, të kënaqë Zoti. Zoti shpërblet me xhenet për lodhin tatë dhe për mundin tatë, dhe që ju përgjigje ftesës që ne të bëmë për të qenë pjesë këtij vargu dhe zinxhiri ligjëratash që kemi përgatitur për vëllezërit dhe për besimtarët. Me shpresën e të Madhit Zot, nesër do të kemi një hoxhë i cili na vjen nga Tetova e Maqedonisë së Veriut. Hoxha Omer Daudi do të jetë i ftuar jon nesër mbrëmë inshallah taala, si gjithmonë mes namazit akşamit, dhe ja